Ndoshta do të fokusuar pak edhe te pjesa e arsimimit, të bëj një lidhje më e mirë, një përmirësim sa i takon pjesës së arsimimit dhe tregut të punës, sepse shohim gjithmonë në rënje numri i studentëve në universitete dhe një pjesë e tyre po i drejtohen edhe kurseve profesionale. Në fakt sa ndihmëse është për këta të rinj edhe pjesa e kurseve kur ti merr një zanat dhe më pas e ke gjetur edhe tregun e punës. Ka një ndryshim të jashtëzakonshëm që e kemi vënë re sidomos 10 vitet e fundit. Para 10 vitesh, universitetet ishin plot. Ishin plot me të rinj, me studentë të cilët vazhdoshin degët tradicionale. Flasim gjithmonë juridik, ekonomik, mësuesia ka pasur plot student, ndërkohë që sot për sot, universitetet në rreth janë pothuajse bosh. Të themi atë që është. Ndërkohë në Tiranë vazhdojnë akoma të jenë degët tradicionale dhe ka një rritje më shumë se çdo gjë për arsimin profesional. Ndoshta patjetër për shkak edhe të mbështetjes që ka dhënë qeveria për programet e arsimit dual, në të cilat personi shkon në shkollë 3 ditë një javë dhe 2 ditë tjera shkon punë dhe bëhet më e thjeshtë ky integrimi në tregun e punës nëpërmjet kësaj skeme të re.